Ulje e numrit të baktive të imta, por edhe i gjedhve në Dibër, është një fenomen për masat e të cilit po zgjerohen çdo vit. Edhe pse Dibra është e favorshme për zhvillimin e blegtorisë, sot numri i krerëve ka rënë në mënyrë drastike, pasi ka shumë pak blegtorë që kanë numër të kufizuar. Blegtoria në zonën e Maqellares ka pas shumë bakti, si të imta, ashtu edhe bakti të trasha. Kurse sot, baktia imt është drejt zhdukjes, edhe të trashat drejt zhdukjes. Ne majmë ka një lëp, 2 vetë jemi në shtëpi, qumë si s'kemi ku ta çojmë. Ka pas për para shumë të 15.000, s'ka 200 dele. Ka pas rapat, komuna gjitha ne, komuna, 10.500 kokë ka pas. Për banorët e Maqellarës, shkak është mungesa e një politike të mirëfillt mbështetjeje. Kjo ka bërë që shumë blegtorë të heqin dorë, ndërsa të rinj të largohen jashtë vendit për një jetë më të mirë. Kanik të ri, s'kemi të ri. Po kjo ka ardhur nga se rinia ka ik jashtë vendit. Ka ik jashtë vendit se këtu s'ka s'bën rinia. Të s'ka asë sen, as zhurë fëmish nuk ka, as sen nuk ka, as njerëz nuk ka. Ka 2 pleq, çdo shtëpi. Ashtu si braktisja e fshatrave nga banorët, i njëjtë është fenomeni edhe për baktit që po zhduken dita ditës.